Kështu janë disa njerëz vëllezër, jetojnë për t'i mundu të tjerët. Ai si të qohet sabah, si të dalë dilli, ajde thot inshallah sot kush janë taksirat jam. Kan kujt ja i thoj jetën. Dikush e ka çat të shtëpia, apo çati. Çati ja i thon dikush e ka dal pak mananela. Mirë po ai nuk mundet me jetu pa e helmu dikan, pa e ranu dikan, pa ofendu dikan, pa e shoh dikan, pa e godit dikan. Çështu vëllazër, se harrojnë që ka ditë gjykimi, harrojnë se ka Allah, harrojnë se kena me dal mu llogarit dhe Allah nuk ka jatina. A keni pa disa njerëz e kanë bë Allahin vetin. Hajt se e sheti, po Allah ja jotja. Po t'ja e ki bleja, a monopola, apo kena me dal ditë gjykimit, kena me dal mu taku para Zotit, po kena me dal ketë mu taku para Allahu xhelala. S'ki me dal veç ti, kena me dal bashk e Allahu i ketëve. Allahu që ka me mor hak edhe për dashin edhe delën. A nuk ka me mor, e kanë shti disa njerëz krije se Zoti ai tinë. Jo, Allahu xhelala ka me mor hak, edhe nëse haki ai marr pi qafirit ka me kthie, ashtu. Pejgamberi ka thënë hadith, nëse një qafirit i ban zullum një musliman, hadithën ka xherima Mahmedi në musnedin e tina, Allah i vje këto, ashtu. Edhe i qënë durët ka Allahu gjatë, thot, o, Zot nga bo zullum. E kthejna, thot, na zullumin. E kthejmë na padrejtësia në vendin e vetë. E kthejna hakin në vendin e vetë. O vëzër, ta kuptojmë se Zotin nuk ka, se jena na musliman, Zotin nuk ka na. Allahu gjatë me besimtarët e devotshëm. Allahu është me ata që zbojnë zullum. Allahu është me ata që zbojnë padrejtësi. Wallahi me nejtë sejtë ti tanë natën, e tanë ditën, e me nejtë ruku. Nëse ki ba zullum dhe ki ba padrejtësi, së ne mashtron Zotin tanë Gjelile Gjelalu, po me dalë dhamë një ka një, po me dalë damartë pi veshve e pi zemrës. Allah është i drejtë o vëllezër. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kur kujt Zoti si ban zullum. Transmeton Imam Buhariu, ka qenë ditë për ditëve një pejgamber, ka thënë alayhi salatu wassalam, u kon nërhije, u kon pemë. Edhe tunet vinë do bubreca o vëllezër, bubreca. Edhe sikur i pengojnë këti pejgamberi, edhe kitë e në ndorë i mitë ketë. Allah i shpallë, o ti pejgamber, po pse i vrajte, që të banën? Që ka të banën këtë bubreca? Me gjithë se o vëllezër bubreci, a njeri? Jo, me lek? Jo, qka shtaz? Dhe insekt. Tha, o ti pejgamber, po qka të banëve? Një popull e mite. Por çka e mite? Po mirë vëllezër, çka mendojnë njerëzit që i bëjnë zullum njerëzve? Që i bëjnë zullum njerëzve, i bëjnë shtypje njerëzve, kërcënojnë njerëz, kërcënojnë hoxhallar dhe dietar. Çish kanë me dalë përpara Zotit? Ata që vrasin fëmijë, çish kanë me dalë përpara Zotit që burgosin njerëzit, çish kanë me dalë përpara Allahu xhelalu ala? Bubrac ka mit, Allah i ka shpall. O pejgamber, pse morë mite çat banën? Apo andaj Sheriati nuk ka leju edhe insektet edhe shtas mimit, po s'ka bojnë dam. Për ndryshë nëse s'ban dam, liroje. Ka ardhë hadith se një gruje ka hinë gjenem. A dini pse o vëllezër? Vetë se nuk e ka lanë një macë me hi me pije mbunar ujë. Edhe ja ka zonë udhën. A ki ba, do të që shtu knashë o vëllezër, kur që ti të maltretume, kur e që shtazën e maltretume. Andaj, ka thonë, pse i mite, që ka të banën këto?